Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit të baklavas. Gjithmonë kur përgatitni brum për baklava, gjitha produktet që do t'i përdorni duhet që t'janë në ambient dhume, më spako për 2 deri në 3 orë. Asnjëherë mos i përdorni direkt nga frigoriferi, sepse brumi nuk do të lëshojë dhe nuk do të mund që ta hapni lehtë baklavan. Vazhdojmë tani me përgatitjen e brumit. Fillimisht, në një enë më të madhe dhe më të thellë, do t'i shtojmë vetëm 3 dverdhat e vezës. Pasi shtojmë dverdhat e vezës, vazhdojmë dhe shtojmë edhe një vezë të plotë. Që të shtojmë tani produktet e tjera. Masën që unë po e përdor për ta përgatitur brumin e kësaj baklavaje është gota e çajit, por gota e çajit që unë po e përdor është 150 ml. Në njërën gotë çajit kemi shtuar qumësht, 150 ml. Në të njëjtën sasi dhe me masën me gotës së njëjtë shtojmë edhe kos, njëjtë një gotë çaji, 150 ml me kos. Përsëri me masën e njëjtë shtojmë edhe vaj, një gotë çaj, 150 ml me vaj. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Siç ju them gjithmonë, bëni kujdes me mielin. Mielin e shtoni pak nga pak, sepse gjithmonë ndryshon masa e miellit, nga marka e miellit që po e përdorni, nga sasia dhe madhësia e vezëve që e kemi shtuar brenda, si dhe gota e çajit që e keni përdor, sepse ndonjëherë mund të jetë gota juaj më e madhe ose më e vogël dhe kjo bën që të ndryshon masa e miellit. Unë me këtë brum që po përgatis do të më duhen dikon 550 deri në 650 gram miell, por do ta shtojmë duke e kontrolluar. Unë po përdor miell të bardhë tip 400. Tani vazhdojmë që shtojmë pluhur për pjekje, për pjekurina, për ëmbëlsira, një pako 10 gram. Dhe tani vazhdojmë me ngjeshjen me dorë, duke e përzier mirë derisa të formohet një brum i mirë elastik. Brumi i baklavas duhet ngjeshet mirë që të bëhet elastik. Sa më elastik bëhet brumi, aq më mirë hapet baklava. Brumin e baklavas e kemi gati, e kam ngjeshur mirë derisa është formuar një brum mesatarisht i butë, pra jo ta bëni të fortë sikur kur përgatisni kifle ose bruma të ndryshme, pak më të butë dhe më elastik. Mua në total më janë dashur 680 gram miell për ta formuar këtë brum. Ne lejojmë që brumi i baklavas të pushojë në ambient të dhume, diku preferuesisht 20 minuta. Pra këto lloj baklavaje të shpejta nuk ka nevojë që të presim që brumi të pushojë më gjatë. 20 minuta janë mjaftueshëm. Ndërkohë që brumi pushon, ne vazhdojmë që ta përgatisim mbushjen, ta bëjmë gati gjalpin e kështu gjitha me radhë. Tani për mbushjen e baklavas, unë po përdor 300 gram ara, por arat i kam bluar imët në blender, sepse më pëlqen që kështu t'i kem në baklava, sidomos në këtë lloj që po e gatuajmë sot. Për t'ia theksuar shijen arave, këtë radhë do të shtojmë tek baklavaja edhe biskota të bluara. Në total do të përdorim vetëm 100 gram biskota, i shtojmë te arat dhe i përzijmë mirë. Vazhdojmë ta bëjmë gati tani edhe gjalpin. Unë zakonisht përdor gjalp bio, por kur nuk kam gaj dhe më mbaron, atëherë preferoj që ta përdor këtë gjalpin nga Pënar, është shumë i mirë dhe mund ta gjeni në të gjitha supermarketet. Në total për këtë baklava do të përdorim 300 gram gjalp dhe vazhdojmë që ta shkrim. Dozim në zjarr të ulët dhe presim dal nga dal që gjalpi të na shkrihet, që mos krijohet shkum sipër, sepse ajo nuk na nevojitet në baklava. Ju lutem kur të përgatitni baklava, asnjëherë mos përdorni vaj, sepse nuk bëhet e mirë dhe çullet. Nëse nuk keni gjalp, mund ta zëvendësoni me margarinë, por ju lutem mos e bëni me vaj. Ne marrim brumin në tavolinën e punës dhe vazhdojmë që ta ndajmë në pjesë më të vogla në kuleç të vegjël. Nga ky brum në total do të largojmë 40 kuleç. Ndohuni t'i bëni gjitha sa më të barabarta. Dhe këtu i kemi gjitha kuleçt. Vazhdojmë tani marrim në pëllëm të dorës dhe i lëmojmë pak që të mund t'i hapim më mirë pastaj.
që i kemi ngjeshur gjitha kuleçt dhe i kam renditur në 4 vende nga 10 që ta kemi tani më të lehtë për t'i renditur. Marrim një shisten afër vetes, sepse për baklavan për ta hapur duhet që të përdorim një shiste. Në total do të kemi nevojë dikom për afërsisht 250 deri në 300 gram një shiste. Mos harroni që t'i merrni kuleçt e para të cilat i keni përgatit, t'i lyeni mirë në një shiste dhe tani me shkop të vazhdoni dhe t'i hapni një herë të vogla, sa një pjatë për ëmbëlsira. Nëse ka nevojë, shtoni një shiste edhe pak me duar, sepse kjo lloj baklavaje din ta thith pak më tepër një shisten. Dhe mos e kurseni një shisten, në këtë mënyrë do të ndahen fletët e baklavas pasi që të pjekjen. E hapim në këtë madhësi dhe e largojmë anësh. Vazhdojmë tani kështu, në të njëjtën mënyrë, t'i hapim të gjitha, duke i renditur nga 10 copë njëra mbi tjetrën. Tani që kemi përfunduar dhe i kemi renditur që të 4 kuleç të ndara në 10 kuleç më të vegjë dhe të palosura kështu njëra mbi tjetrën, vazhdojmë tani që t'i hapim në petë të mbllaja. Pjesën këtu poshtë me një shiste nuk e kam pastruar kastile, sepse kemi nevojë tani për një shiste që t'i hapim më lehtë dhe mos na ngjiten për tavolinën e punës. Vazhdojmë shtojmë përsëri edhe pak një shiste sipër dhe tani vazhdojmë që ta hapim. Kjo baklava nuk duhet hapet si baklavat e tjera standarde, është shumë më e lehtë. Mjafton që ta qelim në një madhësi kështu 25 me 25 cm dhe kemi të gatshme. Është ideale edhe për fillestaret, cilat nuk kanë hapur asnjëherë baklava. Duhet që ta provojnë këtë lloj baklavaje. Pra po e vrini sa shpejt dhe lehtë hapet, vetëm në këtë mënyrë pa e holluar si baklavan tradicionale. Si e hapim mirë dhe sigurohemi që e kemi bërë të hollë mjaftueshëm, vazhdojmë që t'ja japim formën e mirë katrore. Dhe këto pjesët anësore, cilat janë pak më të mëdha, i prejmë, por nuk do t'i hedhim, do t'i rendisim brenda. I veprojmë edhe me pjesën tjetër. Ti renditim në këtë mënyrë, tani marrim arat, cilat kemi përzierë mirë me biskotat e bluara dhe e mbushim petën. Mund të shtoni sipas dëshirës së juaj, ta mbushni më shumë ose më pak. Dhe tani vazhdojmë që ta mbështjellim në formë roleje, duke e shtypur mirë, që të ngjiten mirë dhe të formojmë një rollat të mirë. Tani marrim një thikë të sprehtë dhe vazhdojmë prejmë kështu pjesë të vogla 1 centimetra. Do t'ju afroj një nga afër. Vazhdojmë prejmë gjithën. Tani që kemi përfunduar me renditjen e tërë baklavës në tepsi, vazhdojmë që ta lyejmë sipër me gjalp. Nga gjalpi, gjithmonë largoni pjesët e bardha të dhalltët që i shlon, gjithashtu mos e vendosni lugën deri poshtë, sepse poshtë ka rënë tani edhe një pjesë tjetër e gjalpit e dhalltit. Vazhdojmë kështu, të shtojmë gjalp sipër secilës fletë të baklavas. Tepsin poshtë nuk e kam lyer fare me gjalp, s'ka nevojë, sepse tani gjalpi do t'i bie poshtë baklavas nga sipër. Vazhdojmë tani që ta pjekim baklavan. Fura është e parangrohur në 200 gradë dhe ashtu në zjarr mesatar do ta pjekim diku afërsisht 45 minuta deri në 1 orë. Ndërkohë që baklava pjekje dal nga dal, ne vazhdojmë që ta bëjmë gati shërbetin. Për një tepsi mesatare si kjo që përgatitëm, kemi nevojë për 1 kilogram sheqer. Në 1 kilogram sheqer do të shtojmë 1 litër me ujë. Përzihem një herë që sheqeri të tretet pak të ujë, që shërbetit na merret ngjyrën e mirë të kristalt.
dhe vazhdojmë në zjarje. Në zjarë mesatar do ta ziejmë shërbetin për 10 minuta. Do të presim deri në pikën e vlimit kur të merr val dhe nga atëherë do ta numëroni fiks 10 minuta dhe e largoni nga zjarri. Baklava është pjekur, sapo e kam larguar nga zjarri, kam marrë një ngjyrë të bukur të kurçrant dhe e kam pjekur dal nga dal, fiks për 45 minuta. Tani lejojmë që të ftofet pak para se të vazhdojmë dhe t'ja shtojmë shërbetin. Tani sipër baklavës së vakët e shtojmë edhe shërbetin e vakët. Këtë lloj baklave që të dyja duhet janë të vakta. Tani lejojmë që baklavaja të ftofet dhe të thithë mirë shërbetin. Sa më gjatë pushon, normal bëhet më e mirë, sepse tërheq më mirë shërbetin. Unë do ta lë që të ftofet dikun për 3-4 orë, por më e mira është të pushoj gjatë tërë natës dhe ditën e nesërme ta shijoni, por neve s'po na pritet që ta provojmë dhe do e lë spaku për 3-4 orë. Dhe të dashur miq, baklava është gati. Lehtë dhe shpejt një super baklava, cilën mund të gatuani sa herë që t'ju hahet diçka ëmbël. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do ta shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.